Me datën 2 nëntor, Kisha Katolike shënon ditën e të vdekurve, një ditë kushtuar kujtimit dhe lutjes për shpirtrat e atyre që kanë dëruar jetë. Kjo ditë vjen më njëherë pas ditës së të gjithë shenjtorëve dhe për besimtarët përfaqëson një moment të reflektimi, dashurie e falënderimi për jetën dhe për ata që kanë qenë pjesë e saj. Tradicionalisht besimtarët vizitojnë varrezat, ndezin qirinë dhe luten për të afërmit e ndjerë, duke shprehur besimin se dashuria dhe kujtimi për ta nuk shuhet kurrë. Këtë vit, mesha e shenjtë u kremtua në varrezat e Jetuzit, e udhëhequr nga Fra Prela Gjurashaj, ku morën pjesë shumë besimtarë që u bashkuan në lutje për shpirtat e të ndjerëve. Në mentatit e të birit e shpirtit shenjtë. Hiri Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria e Hyut të Atë dhe ndikimi i shpirtit shenjtë, qoftë me ju të gjithë. Vllazë dhe motra, në këtë ditë për kujtimi gjithë besimtarëve të vdekun, çka besojmë, ose çka po kremtojmë, pse po e thomë meshëm. Fjalët e para, që janë të parapame për këtë kremtim të sotëm, thonë kështu: sikur se Jezusi vdiqe unë gjallë, kështu edhe Hyu do t'i ringjall ata që vdiqën Jezusin. E kjo është çka po besojmë sot e çka po kredojmë sot. Feja jonë, themeli i fesë tona se Jezu Krishti ka vdek për ne, për mëkatet tona, jo vetëm se ka vdek, por ka vdek për mëkatet tona e është ringjall ditën e tretë. Tash po kremtojmë këtë njëjtën fe. Ashtu, Hyu do t'i ngjall edhe ata që vdiqën Jezusin, pra gjithë ata që kanë vdekur në fe në Jezu Krishtin. Me lutjen tonë e me meshën që po kremtojmë, mund t'i ndihmojmë ata që kanë ndruar jetë. Dje kemi kujtua të gjithë shenjtrit, për cilët besojmë se janë në praninë e Zotit. Sot i vëmë para të gjithë ata që ndoshta nuk janë hala në praninë e Zotit e në gëzimin e Zotit të Parizit bashkë me ta. Lutna për ta, mund t'i ndihmojmë që të çlirohen, që të pastrohen e të bashkohen me Zotin tonë. Ti kërkojmë Zotit falje për mëkatet tona, që kremtimi ynë të jetë idej e t'i pëlqejnë Hyut. Por fehem para Hyut të gjithë pushtetshëm e para jush o vllazën se kam të të mëran me fjalë, vepra e detyrë të pakryme, për fajin tëm, për më të madhin fajin tëm. Prandaj po i porositëm s'lumes Marijë, gjithmonë Virgjën, gjyve e shenjtënve, e ju o vllazën që të luteni për mua Zotit Hyut tonë. Hyj gjithë pushtetshëm pas të mëshirë për ne, na i falë të mëkatit tona, dhe na përcjellt në jetën e pasosëm. Të lutemi. Na dëgjo me mirësi o Zot lutjen tonë. Ne besojmë ngultas se biri yt është ngjall prej së vdekuni. Na forco shpresën e lume se ke për t'i ngjall të gjithë vllaznit dhe motrat tona. Në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tan, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë Hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej librit të Jobit. Atëherë Jobi e mori fjalën e tha:
po të shkruheshin fjalët e mia, të shënoheshin në ndonjë libër, në gur të gjallë për amshim, të gdhenshin me dalt hekuri e me plumb. E pra, e di se gjallë e kam shpaguesin. Ai i fundit për mbi dhe do të ngritet. E pas kësaj lëkure që ma ropën në mishin tim, hyjnë do t'a shoh. Unë vet atë do t'a shikoj, e për syt e mi s'do të jetë i huaj. Fjala e Zotit. I qofshin falënderit Zotit. Zoti është drita ime dhe shërbimi im. Zoti është drita ime dhe shërbimi im. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Kë do të kem frikë. Zoti është mbrojtësi i jetës sime, para kujt do të dridhem. Zoti është drita ime dhe shërbimi im. Për një gjë të vetme i lutem Zotit, vetëm atë i a kërkoj, që të jetoj në shtëpinë e Zotit të gjitha ditët e jetës sime, që ta shijoj kënaqësinë e Zotit e ta vërej shtëpinë e Zotit. Zoti është drita ime dhe shërbimi im. Dëgjoje o Zot zërin e britmësime, ki mëshirë për mua dhe më dëgjo. Për ty, tha zemra ime, kërkojeni fytyrën time. Zoti është drita ime dhe shërbimi im. Besoj se do t'i shijoj të mirat e Zotit në tokën e të gjallëve. Shpreso në Zotin, bëhu burr, i zemërfort, shpreso në Zotin. Zoti është drita ime dhe shërbimi im. Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, shpresa nuk turpron, sepse dashuria e hyjt u ndikua në zemrat tona me anë të Shpirtit Shenjtë që na udhërua. Dhe një mend, ndërkohë kur ne ishim pa fuqi, Krishti në kohën e edukur vdiq për bakëqit. E pra, e vështirë do të pranonte kush të vdes për njeri të drejtë. Ndoshta për ndonjë njeri të mirë, ndokush edhe do të merrte guxim të vdes. Por hyje dëftoi dashurinë e vet ndaj nesh kështu. Ndërsa ne ende ishim katar, Krishti vdiq për ne. Mbasi tani ne jemi të fajshuar me anë të gjakut të tij, është më se e sigurt se ai do të na shpëtojë nga dënimi. Pra, nëse u pajtuam me hyjnë në sajtë të vdekjes së birit të tij, kur ende ishim armiqtë e tij, sa më shumë arsye, një herë pajtuar, do të shëlbohemi me anë të jetës së tij. Dhe jo vetëm kaq, ne e vëmë mburrjen tonë në hyjnë në sajet Jezu Krishtit Zotit tonë, me anë të cilit tani fituam pajtimin. Fjala e Zotit. Qofshin falënderit Zotit. Halleluja, halleluja, halleluja. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shajt sipas Gjonit. Në atë kohë Jezusi u drejtua turmës. Të gjithë ata që më jep Ati do të vinë tek unë. Dhe atë që vjen tek unë s'do ta qes jashtë, sepse zbrita prej qiellit, jo për të marrë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më dërgoi.
E vullneti atij që më dërgoi është mos humb asnjë prej atyre që më la, por të ringjall ditën e fundit. Po, ky është vullneti i Atit tim, që kushdo e sheh birin dhe beson në ta, ta ketë jetën e pasosën, e unë do të ngjall në ditën e fundit. Fjala e Zotit. Vllazën e motra, në lutje i kemi thënë Zotit, na forco shpresën e lume. Zoti na ka dhënë 3 dhurata të mëdha për asaj ditë që i kemi besua, jem pagzua e ditën e pagzimit Zoti ka zbrazë mbi ne pikërisht këtë të parën, besimin në birin e hyut. Atër ka zbrazën ne dhuratën e dytë pa cilën nuk mund të jetojmë, ne ka dhënë shpresën e lume. E ka zbrazën mbi ne edhe një që po mos ishte, do t'ishte e kot jeta jonë, e që është dashuria e hyut për ne. E të gjitha këto shprehen sot në leximet që i kemi dëgjua. Në leximin e parë që i dëgjuam mbi një person që ishte në vujtje, e kishte emrin Jobi, është i famshëm pikërisht në lidhje me vujtjen, po pësonte vështirësi të lloj-llojshme në jetën e tij. Po pësonte vështirësi në familje, vështirësi në gjanat mirëqenien që e kishte, e po pësonte ranë edhe në shëndetin e tij. Më rëdesh, kur njeriu pëson të katër anë, vështirësi kaq të mëdha, mujëlle me hub shpresën, mos me shpresu ma në Zotin. Kur flasim për shpresë, nuk është me shpresu diçka kështu përgjithshme, me shpresu në hyun. Ka mujë mu zhgënjye, edhe e ban lutjen e vetë prej gjendjes në cilën ishte. E i thot Zotit kështu, po të shkruheshin fjalët e mia, të shënoheshin ndonjë libër, në fakt janë shënua, e vazhdojmë me lexua me mira vite pas lutjen e tij. Por ai pesh thoshte prej hallit, si me thanë, nuk mjaftonte se po e shprehte me gojen e tij, por po të shkruheshin ato gjana që janë tu përjetua, ato vështirësi të mëdha që janë tu më rëndua, i dukej se nuk mjafton me thanë, po të shkruheshin, atër thoshte, po të shkruheshin gur gjallë, si që janë të shkruam emnat e të gjithë këtyne që pushojnë këto orre. Po të shkruhej dhimbja ime, në gur, me dalt, ose në plumb. Në anë pra shpreh, jam shumë keq. Atër, në anë tjetër, e shpreh shpresën e lume. E dëshmon fen që e kishte në Zotin, e që kishte kaluar në shpresë, edhe në rrethanat e tij. E thot, e pra me gjithë këtë, e di se gjallë kam shëlbuesin. E di se Zoti është i gjallë. E di se ai e sheh gjendjen time. Ai do të ngritet. E pas kësaj vështirësie që ai e përshkruan me fjalë pak më të posaçme, thot, e njente vetën si me ja pas rjepë lkurën. E thot, pas saj lkure që ma ropen mishin tim, hyun do të shohë. Nuk shpreson njeriu vetëm kur është mirë. Nuk shpreson njeriu vetëm kur është shnosh. Nuk shpreson njeriu vetëm atëherë kur nuk pëson fatkeqësi. Nuk shpreson vetëm atëherë kur nuk ka asnjë vdekje për rreth. Ai që beson në hyjun, është i Zoti me shpresua në gjitha rrethanat e jetës. Edhe atëherë kur janë më të lëmshmet, për këtë Zotit po i kërkojmë në lutje, ne forco shpresën e lume. E veçanërisht e ka fjalën jo për çdo për çfarë do lloj shpreset, por shpresa në jetën e pasosën. Shpresa se edhe kur kaloj prej kësaj jetë, do të jetoj në Zotin. Na, nuk jem bashkua këto në vareza thjesht me kujtua se dikush në ka vdek. I krishterët nuk bashkohen për këtë arsye.
jo se jo nuk bashkohna në vëreza si sot për me rrull me krah. Si shpesher njerëzit e bajnë prej pamundësiet, prej munges fes, rrullin me krah e thonë tu e vëros ta fërmile tyne e zdim se çka është me jetën e ti. E sheh tu e vëros edhe nuk e ka shpresën se Krishti që është ringjall prej të vdekunve, do të ngjall e do të jap jetë të plotë. Na këtu vim me besim e me shpresë të plotë në atë që ka besojmë në Krishtin e gjallë. Një gjë tjetër që na shton shpresën e që shprehet në leximin e dytë që kem dëgjua, e fillon me një fjalë të bukur shumë, vllazën, shpresa nuk turpron. Nëse je njëri që i shpreson në hyun, nuk mund të turprohesh, s'ke me metën turprim. Nuk është e mundshme. Atëre shpjegon arsyen, pse shpresa nuk turpron? Edhe kujton veprën e Krishtit, se feja jon e shpresa jon bazohet në çka ka bën Jezu Krishti. Në thelb, me thanë që ka besoj, nasit krishten, nuk është thjesht besoj se ka Zot. Besoj në Krishtin. E Krishti ka kryer një vepër. Ka kryer një vepër të madhe. Atëre përshkruan Shën Pali, që ishte plot me këtë shpresë, e përshkruan arsyen pse mund shpresojmë e pse s'kemë met kur keq pse kemë shpresuar. E veçanërisht e nënvizon të thanë se Zoti jo vetëm se është i gjithëpushtetshëm, Zoti jo vetëm se ka vdek e gjithëpushtetësinë e tij Jezusi si njeri, ka vdek e është ringjall ditën e tretë. Nuk e shpreh vetëm këtë, por shpreh një gjë tjetër që është e domosdoshme, e thot se ai na ka dashur, ai që është i gjithëpushtetshëm, ai që është bën njëri ka vdek e është ringjall, ndoshta mund edhe mos na kishte dashur. Atëherë ishte kënë tragjedi e vërtet. Pra flet për hyun e gjallë, por për hyun që na e ka dashur jetën tonë. Nuk mjafton pse besojmë se është Zoti. Nuk mjafton pse besojmë se Zoti është i gjithëpushtetshëm e mund të bëjë gjithçka. Na besojmë se hyu i gjithëpushtetshëm e ka dashur jetën tonë. E ka vdekën në kryq. Kjo është feja jonë, ajo e plot. Besojmë se hyu i gjithëpushtetshëm, që është bani i ka vdekën në kryq, e don jetën tonë. Atëre shpreh Shën Pali në këtë mënyrë, thot, në ka dashur një kohë të posaçme. Do me thanë, ndërkohë kur ishim të pafuqi, ishim të dobët, Krishti në kohën e duhun vdiq për bakqit. Pra, rrethanat e jetës son, kur Zoti na ka dashur, ishin jo të favorshme, ishim keqbars, ishim bakqit, ishim katar, pra Zoti na ka dashur kur ishim të tillë. Kjo është feja jonë. Që me thanë, shkall, Shën Palje, spjegon se, po, hyu që është ringjall, ka fuqi me në gjallën e, po me bëmë menua, po ndoshta nuk në don. E nëse nuk në don, nuk e don jetën tonë, këtë është se është aq i fuqishëm. Zoti është i gjithëpushtetshëm veçanërisht pse ka mëshirë për ne. E don jetën tonë, e shpjegon Shën Pali, kur ishte me përbuz, kur ishim keqbars. Atër për me shpjegu ma shumë, për me tregu se çka ka ndodhur me të vërtet, thot e merr shembullin mes njerëzve, thot njerëzit kajherë e duan njëri tjetrin fort. Aq shumë e duan njëri tjetrin, por kur është i drejtë, e kur është i mirë, e don tjetrin, e është e drejtë që tjetë e ashtu, e duam tjetrin kur është i mirë. E duam tjetrin shumë pse është i mirë.
E duam tjetrin, pa mas pëse është i drejt, e sot ndonjani prej njerëzve, edhe mund të jap jetën për tafërmin e vetë për atë që e donë, pëse është i mirë. Po, të hyu ka nëllë diçka tjetër. A e ka dasht jetën tonë, kur ishim të këqi, e sot këtë ban vetëm Zoti. Mes njerëzve ka ndoni heroj që e donë tjetërin, e është i gatshëm me lënë jetën për ta, pëse është i mirë. Kurse Zoti e ka dash njerëzimin, kur të gjithë ishin të këqi. E kjo është feja jonë, që kalon atërëllen shpresë, pse kem njoft dashurinë e hyut, i cili në ka, me dashurinë e ti në ka shfajsua, me dashurinë e ti, si thot Jezusi në Ungjil, të gjithë ata që do të vinë të unë, nuk do të qesë jashtë. Se mund të mendojmë, me rëdvesh, si jam kënë fort i mirë, mujmë edhe me kënë para vdekje, se shohim se nuk është se jeta jonë ishte aqë pozitive, ma shumë ndoshta ishte negative. E Jezus i thot, të gjithë ata që do të vinë të kun, që besojnë për më kanë shpresën mua, s'kam me i qitë jashtë. E të regonë arsye, thot, sepse zbrita prej qiellit, jo me ba vullnetin tim, por vullnetin ati që më dërgoj, e vullneti ati qëllor, ishte ky. Mos me humb asni. Mos me humb asni prej atyne që Zoti i ka kryua. Mos me humb asni prej atyne për cilët Krishti kishte vdekën kyç për ta. E kur e thot asni, do më thonë asni, e tregon se Zoti nuk e sheh njeriu si një grumull, por i sheh çdo njani veçmas. Nuk dua me humb asni prej njerëzve, prej krijesave të mia, prej bijve të mi, e Jezusi ka ardhur me krye, kur është mishnua, biri i hyut ka ardhur me krye vullnetin e atit, ai kishte një vullnet të madh. Që e thomë edhe kur e thomë aty, unë i thomë Zotit, u ban vullneti yt o Zot. Ka një vullnet të mirë Zoti, që është i fuqishëm, e plot me dashni, ka këtë vullnet që mos të humb asni për jetën e pasosën. Po që t'jenë me Zotin, e titojnë për amshim, e të shijojnë lavdin e hyut. Ashtu si kem kujtu edhe dje, ata që janë në pranin e Zotit, e po shijonin jetën të pa lavdin e Zotit. Kjo është e përgatitur për ne, për gjithë, e sot në mënyrë të veçantë po lutna për ata që kanë shkua prej kësaj jetet, e për cilë lutna edhe gjatë vitit, ne zinqëri për ta, po me këtë shpresë që të bashkohen sa më parë me hyun. Amen. Vllazën e motra, pikërisht në këtë vend, ta dëshmojmë besimin që e kemë në Zotin, e shpresën që e kemë në ta. Besoj të nëzon, atin e gjithë pushtetshëm, birën e ti, ne të vetëmin Zotin ton, cili u zonë për në ty të shpirtit shenjtë, leo prej Virgjës Mari, fosh mundimet në Poncin Pilat, e unë prej gjithë që vorrues prej t'infer, tretën ditë ndas dekuni, hypin në qiell, rinan djathën sot, atit e gjithë pushtetshëm, anë ka me ardhur me ku e gjallë dekuni, besoj në shpirtin shenjtë, shenjtën kish katolike, shoqërinë e shenjtëve, njën të mkateve, gjallë të korpit, jetën e pasosën. Vllazë e motra, t'ja drejtojmë lutjen tonë Zotit, që do atë që i ka kryua, dhe ka mëshirë për gjithë ne. Lutemi së bashku të themi, o hyj gjallëve, lejt vdekunve, na dëgjo. O hyj gjallëve, lejt vdekunve, na dëgjo. Për kishën, që të dëshmoj gjithmonë për para njerëzve besimin e vetë në Krishtin e vdekur dhe të ngjallur, të lutemi. O hyj të gjallëve e i të vdekunve, na dëgjo. Për i peshkvit dhe meshtarët, që kanë zhvilluar shërbimin e tyre baritor në mes nesh, që të marrin gëzimin e premtuar besimtarve të tu, të lutemi.
O hyj të gjallëve të vdekurve, na dëgjo. Për të rinjet, jeta e të cilëve është të këputur shpejt, dhe për ata që kanë vdekur për shkak të dhunës, luftës ose të fatkeqësive natyrore, që të jetojnë në plotësi në qiell dhe të afërmve të tyre mos të mungojnë ngushëllimi, të lutemi. O hyj të gjallëve të vdekurve, na dëgjo. Për ata që janë në prag të vdekjes, që drita e Krishtit të ngjallur t'i ndihmojë të jetojmë me besim kalimin në jetën e jamshuar, të lutemi. O hyj të gjallëve të vdekurve, na dëgjo. Për të gjithë ata që Zoti ka thirrur në paqen e Tij gjatë këtij viti, që për mëshirën e Tij t'i mirëpres me shenjtërve në qiell, të lutemi. O hyj të gjallëve të vdekurve, na dëgjo. Për ne këtu të pranishëm, që meditimi mbi të vërtetat e fundme të provokojnë në ne mendime shpëtimtare, dhe kështu të jetojmë besnikërisht thirrjen tonë të krishterë, të lutemi. O hyj gjallëve të vdekurve, na dëgjo. O hyj gjithëpushtetshëm dhe i mirë, dëgjoj lutjet tona dhe na ndihmo të jetojmë në mënyrë që të meritojmë një ditë të marrim pjesë në jetën e jamshuar, me të gjithë shenjtrit në mbretërinë tënde në për Krishtin Zotin ton. Lutuni vllazën e motra që flia ime lejuja dal e pëlqyeshme para hyut, Ati gjithëpushtetshëm. Zote e pranon flinë e kushtuar në përdor tua, ajo dal për larg të lumit e emrit të Tij, si dhe për dobin tonë të parë kishë shenjtës Ti. Shikoj me mirësi o Zot luratat tona, dhe pranoj vllazët dhe motrat tona të vdekun në lumturi me birin tënd, i cili na lill të gjithëve së bashku me anë të sakramentit dashurisë vet, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti qoftë me ju. T'i lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin hyun ton. Për një mend është punë e denjë dhe e drejtë. Është detyre jona dhe burim shpëtimi të faleminderit gjithmonë e gjithkund ty o Zot Ati shajt, hyj gjithëpushtetshëm dhe jamshuar në për Krishtin Zotin ton. Ai vetëm e pranoi vdekjen që ne gjithë të mos vdesim. Madje ai vetëm u dënua të vdes që ne të gjithë jetojmë për herë për ty. Dhe prandaj të bashkuam me korët e angjujve, të lavdrojmë me gëzim duke kënduar.
Ty o ante i të limshëm përvojtnisht dhe përzëmërsisht po të lutemi. Në për Jezu Krishtin, birin tanë dhe Zotin tonë që t'i pëlqesh, dhe t'i ben kosh këto të falja, këto lurata, këto flitë shajta të papërlyme, që po t'i kushtojmë mas pari për kishën tanë dhe të shajt katolike, e po të lutemi i rujen paqë, mbaje dhe bashkoje në mbarë botën, bashkë me shëptorin tanë papën tonë Leonin, me i peshguin tonë Rokun dhe me gjithë besimtarët e vërtet, që njekin besimin katolik të rashëguam prej apostujve. Dhe të bjen mend o Zot për besimtarët e besimtaret e tua. Dhe të bjen mend edhe për gjithë pranishmit, fenë dhe për kushtin e cilve e njehti vetë, për ta po ta kushtojnë, edhe ata vetë po ta kushtojnë këtë fli i lavdit, e po t'i drejtojnë lutjet e veta, ty o hy jam shumë i gjallë dhe i vërtet, për vete dhe për gjithë të vetët, që të fitojnë faljen e mëkateve, sigurinë e jetës dhe shëlbimin. Të bashkuar me mbar kishën, po kujtojmë me ndërim sparit lumen Marie Virgjër, nanën e hyllt dhe Zotit ton Jezu Krishtit, po edhe Shën Jozefin, fatin e saj, shenjtrit apostuj e martir, Petrin, Palin, Andreun, dhe të gjithë shenjtrit e tu, meritat dhe lutet e tyne, në nxirrshin për herën gjithçka nimën dhe mbrojtjen tënde. Pranoj me mirësi, po të lutemi o Zot, flin e nënshtrimit ton, që po ta kushtojmë ne shëptorët e tu dhe mbar familja jote, për cili ditë tona në paqen tënde. Na shpëto prej dënimit pasosun dhe na prano në numrin e të zgjelurve të tu. Po të lutemi o hy, shejtroj me bekimin tanë këtë fli, dhe dënjohu të pranosh si fli shpirtnore dhe të përkryme që të bahet për ne korpi e gjaku i fort të dashtonit birit tanë Jezu Krishtit Zotit tonë. Ditën para mundimeve, a i mori bukën duart e veta, të shajta të ndërushme, i qoj syt ka qili, të ti hylle ati ti gjithë pushtetshëm të falënderimin me lutjen e bekimit, e theu, u alan zanësët vetë le tha, merë një hani të gjithë prej këti, kjo është korpi im që do të fljohet për ju. Po ashtu pasi u këdar ka mori edhe këtë kelp të ndëruam, duart e vetat shajtat ndërushme, gjithni të falënderit me lutjen e bekimit. U alan zanëset vetë le tha, merrni e pini gjithë prej ti, kjo është kelku i gjakut tim, i besliljes sre dhe të mshuar që do të derdhet për ju e për gjithë njerëzit në shpërblim të mëkateve. Bajni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Në poleroj vdekjen tënde o Zot, po shpallim gjallën e tënde, në pritje të ardhmit tënde të fundit. Prandaj o Zot, ne mbashtuesit e tu, po edhe popullit i shenjt, duke kremtua për kujtimin e mundimeve shenjta të ngjalljes prej të vdekuris, dhe të ngjiturit e lavdishëm në qiell të Krishtit, birit tanë dhe Zotit ton, po ja kushtoj mallri i satë të lartë prej dhuratave që ti vetë na i fale, flin e pastër, flin e shenjt, flin e panjoll, bukën e shenjt, jetës pasosun dhe kelkun e shëlbimit të mshuam. Përvojtnisht po të lutemi, o hyj gjithë pushtetshëm që duart e angjullit tanë të shenjt, ta paraqesin këtë fli në lterin tanë qellor, në pranin tanë dhe hyjnore, kështu që gjithë ne që po marrim korpin e shugrueshëm dhe gjakun e birit tanë, si pjesëmarrës të këtij lteri, të reshemi me gjitha bekimet qellore e me çdo hir. Le të bjen mend o Zot për shëptorët dhe shëptoret e tua, cilët na kanë prinj jetën e pasosur, dhe pushojnë gjumin e paqes. Po të lutemi o Zot, jepu atyne edhe gjithve që pushojnë në Krishtin lumturinë, dritën dhe paqen. Edhe neve mbashtuesve tu mëkatarë, që shpresojnë në mëshirën tënde të pakufi,
Na baj vend në shoqërinë e shajtërve të tu apostull e martir, me Gjonin Shtjefnin, dhe me të gjithë shajtrit e tu, baj të gëzojmë fatin e ty në të lumë, jo në sajt meritave tona, por në sajt mëshirë sate të pa kufi. Në për Krishtin Zotin ton, t'jo hy të gjitha sendet e mira gjithmonë i kryon, i shajtron u jep jetë, i benkon dhe na indan neve. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o atë hy gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt të kjoft të gjdo ndere lavdi, për të gjithë shekujt e shekujve. Një mendje dhe një zemre, ti drejtohemi atit ton qelor. Ati ynë, Qill, shajto kjo fëndy, ardhret një jote, ma vullnesa jote, si qiell ashtë në bukën tonë të përdyqme, e planeve sot, ndina e një fajtëm katët tonë, si njëm në fajtët tonë, e mos në lemerat i keq, në larkona prej keq. na liron po të lutemi o Zot prej gjithat këqijave dhe përmirësin tande na e paqen ditë tona. E në sajtë mëshirë sate, do të lirohemi për gjithmonë prej mkatit e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume ardhin e shëlbuesit ton Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostujve tu, po ju lan paqen, po ju jap paqen time. Mos i shikon mkatit tona, por fenë e kish sa të jepi asaj si pas vullnesë sa të pas dhe bashkim, ti që jeton në mretron në shekujt shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Jepjani njëri tjetrit shenjën e paqes. Pace me ty. Ja qëngji i hyut, ja i që shlyen mkatet e botës, lumë ata që janë ngrishur në gostinë e qëngjit. O Zot, korpi gjamë Krishtit. Korpi Krishtit. Korpi Krishtit. Korpi Krishtit. Korpi Krishtit.
Presim se vjen si shëlbues Jezu Krishti Zot. Ai do ta shndrojë trupin tonë të mirë në një trup të ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm. Jepja o Zot pushimin e pasosëm. Jepja o Zot pushimin e pasosëm. Jepja o Zot pushimin e pasosëm. Pushofshin e paqë. Pushofshin e paqë. Pushofshin e paqë. Shpirtnat e gjithë dekunve, për mëshiren e Zotit, pushofshin e paqë. Amen. Të lutemi. Bajnë po të lutemi o Zot, që shëptorët e tu të vdekun, për cilë të kremtuon flijin e pashkve, të kalojnë në banesën e dritës e të paqes, në për Krishtin Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. Më falni, para benkimit edhe disa lajmërime për meshë që do të kremtohen. Të martën me 4, kam u thanë një meshë në prenka i drume për shpirtin e Gjek Markut Junçaj në ora 15. Të mërkurën me 5, kam u thanë një meshë në kishë tuzit për shpirtin e Marashkollës dhe gjysë të lutës Vulaj në ora 17. Të shtunën me 8, kam u thanë 2 meshë në dinosh për shpirtin e Nikol Gjonit Gjokic në ora 10, dhe dyta në kishë tuzit për shpirtin e familjes të vdekun të Fran Leshit Vulaj në ora 17. Të dielën me 9, kam u thanë një meshë në kishën e Trishit në ora 12 për shpirtin e Nikol Gjergj Dukaj. Ju kujtojmë se të martën do të fillojnë edhe benkimet e shtëpiave. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft hyj çdo ngushëllimit i cili e krijoi njeriu me mirësitë pa tregueshme dhe me ngjalljen e birit vet u dha besimtarëve shpresën e ngjalljes. Amen. Neve të gjallëve hyu në dhuroft faljen e mëkateve e gjithë të vdekunve pushimin e dritën e pasosëm. Amen. Besojmë ngultas se Krishti me të vërtetë ngjall, ai na dhuroft fatin të jetojmë bashkë me ta përgjithmonë. Amen. Le benkimi hyu gjithë pushtetshëm i Atit e i Birit dhe i Shpirtit Shenjt art mbi ju e qëndroft përgjithmonë. Amen. Mesha ka krye, të shkojmë në paqë.